Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet receta e gjatësisë e përgatitur nga 95 vjeçari. Ja çfarë ju duhet. Gjorgji Todorov, një 95 vjeçar bletar i vjetër nga Bullgaria, gëzonte shëndet shumë të mirë dhe ishte tepër energjik gjatë ditës në punën e tij. Ai zbuloi sekretin e tij, i cili bazohet në 3 përbërës të thjeshtë dhe natyral. Ja çfarë ju duhet. 1 kilogram mjalt, 1 kilogram limon, 200 gram polen blete. Hidhni lëng limonin mbi polen në mënyrë që të shpërndahet. Pastaj përzieni lëngun dhe polenin me mjalt. Lëreni përzierjen për 24 orë. Shtoni 250 deri në 300 gram tahini, fara susami dhe përzieni mirë. Sipas dëshirës mundet që të shtoni 2 shkopin kanellë për të përmirësuar shijen. 1 gotë ujë me ujë të ngrohtë. Shtoni gjithashtu një lugë gjelle nga kjo përzierje dhe një lugë gjelle uthull molle. Pasi ju ta keni përzier mirë, konsumojeni 30 deri në 60 minuta përpara se ta hani mëngjes dhe në mbrëmje. Bletët janë të vetmet insekte të cilat prodhojnë ushqim i cili konsumohet nga njerëzit. Mjalti është një ushqim që përmban substanca të shëndetshme dhe tepër ushqyese si enzima, vitamina, minerale dhe ujë. Dieta që ndjekim ndikon në gjithçka, nga lëkura, pesha, përqendrimi dhe deri tek niveli i energjisë. Në fakt, konsumimi i ushqimeve të duhura mundet që t'ju ndihmojë të jetoni më gjatë edhe më mirë, duke parandaluar kështu disa sëmundje të caktuara dhe duke forcuar sistemin tuaj imunitar. Boronica janë një ushqim fantastik i mirë për jetësinë. Një studim spanjoll zbuloi se njerëzit të cilët hanin boronica çdo ditë kishin një rrezik 30% më të ulët të vdekjes. Studiuesit gjithashtu besonin se kjo rritje e jetësisë mundet që të jetë për shkak të përqendrimit të lartë të polifenoleve, të cilat gjithashtu janë të shoqëruara me një ulje të rrezikut të shumë sëmundjeve kronike. Fara liri. Trupi juaj mundet që të prodhojë acid alfa-linolenik, kështu që është tepër e rëndësishme t'i merrni këto acide yndyrore nga ushqimet që ju hani, dhe farat e lirit gjithashtu janë një burim i shkëlqyer i tyre. Farat e lirit duket se lidhen me përmirësimin e niveleve të lipideve në gjak dhe presionit të gjakut, duke ndikuar kështu në uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, ndërsa veprimi i tyre antiinflamator i bën ato një aleate tepër të sigurta dhe në parandalimin por edhe në trajtimin e sëmundjeve. Fara chia. Një studim zbuloi se njerëzit të cilët janë me diabet dhe që hanë rregullisht fara chia treguan përmirësime si në nivelin e sheqerit në gjak, ashtu edhe në nivelin e presionit të gjakut. Gjithashtu, këto fara janë plot me antioksidantë të cilët munden që të mbrojnë qelizat tuaja nga dëmtimi i radikaleve të lira. Avokado. Hulumtuesit nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë treguan se ngrohja e një avokadoje në ditë mundet gjithashtu që të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe gjithashtu konsumimi i avokados mundet që të mbrojë zemrën, mbron nga diabeti dhe goditjet në tru. Kos. Studime të shumta kanë treguar se të konsumuarit kos rregullisht për mëngjes ul presionin e gjakut me 16% në krahasim me ata që konsumuan më pak se një herë në muaj. Kjo mund të ketë bërë me faktin se kosi përmban shumë lëndë ushqyese që kanë qenë të njohura për të ulur presionin e gjakut, siç është kalciumi. Citro. Siç ndoshta e dini, citro së bashku me frutat e tjera agrume është një burim i shkëlqyeshëm i vitaminës C.
konsumi i së cilës është treguar se ul nivelet e vdekjes veçanërisht për shkak të sëmundjes së zemrës. Gjithashtu është e mbushur me kalium, një mineral që luan një rol kryesor në shëndetin e zemrës. Salmon. Nëse jeni adhurues i këtij peshku vajor, ja disa lajme të mira për ju. Acidet yndyrore omega-3 në salmon munden gjithashtu të ndihmojnë për të ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës, sipas shoqatës amerikane të zemrës. Për më tepër, një studim i Harvardit në vitin 2013 zbuloi se njerëzit të cilët hëngrën më shumë peshk kishin një rrezik 27% më të ulët të vdekjes. Arra. Disa arra ose bajame të prera munden që të shtojnë një strukturë shumë të kënaqshme në një tas tërshëre dhe me kos. Gjithashtu mundet që të shtojë vite jetë, sipas një studimi të vitit 2013 të bërë nga shkolla mjekësore e Harvardit. Gjithashtu duhet të konsumoni fasule. Një studim i vitit 2004 mbi individ të moshuar zbuloi se çdo 2 lugë fasule në ditë që konsumonte dikush, ata ulnin rrezikun e vdekjes me 8%. Në një mënyrë të veçantë, ngrohja e fasuleve si edhe bishtajoreve si dhe thjerrzave 2 herë në javë ul rrezikun e sëmundjes së zorrës së trashë. Boronicat. Ky lloj i veçantë i frutave është një tjetër ushqim i cili rekomandohet për mëngjes për një jetë më të gjatë. Dhe kjo është për t'u habitur duke patur parasysh se një studim spanjoll i vitit 2013 zbuloi se njerëzit që hanin boronica disa herë në javë kishin një rrezik 30% më të ulët vdekjeje. Zarzavate me gjethe. Duke folur për perimet, ekspertët gjithashtu rekomandojnë rritjen e masës së zarzavateve me gjethe në kohën e mëngjesit, të tilla si spinaq në një përzierje vezës ose lakër jeshile. Një konsum i madh i këtyre zarzavateve ka qenë pikërisht i lidhur me një rrezik të reduktuar të sulmit në zemër. Brokoli. Ndoshta nuk e mendoni këtë perime si një ushqim tradicional mëngjesi, por është koha që ta rishikoni. Sipas ekspertëve, kjo perime së bashku me lakrat e Brukselit, lule lakrën dhe lakrën jeshile është një central elektrik ushqyes. Qep. Qepët vijnë nga familja e perimeve Allium, të cilat përmbajnë disa përbërje organosulfuri që dihet se ndihmojnë në parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve të këqija. Gjithashtu është treguar se qepët dhe perimet të tjera në këtë familje si hudra dhe për shembull preshi, gjithashtu kanë një përqendrim të lartë të antioksidantëve flavonoid, të cilët njihen për efektet e tyre antiinflamatore. Fara chia. Nëse doni jetgjatësi në tasin tuaj të mëngjesit me tërshër ose kos, mos kërkoni më shumë se fara chia, të cilat ofrojnë 11 gram fibra për një racion prej 28 gramësh. Tërshër. Për të ndihmuar gjithashtu në menaxhimin e glukozës dhe insulinës, ju duhet që të përfshini disa karbohidrate të thjeshta në shëndetin tuaj për një tretje të ngadaltë dhe më shumë fibra në shumicën e vakteve. Tërshëra është një mundësi e shkëlqyer për shumë njerëz. Një studim i vitit 2011 i kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit zbuloi se njerëzit të cilët kishin një dietë të pastër me fibra, veçanërisht duke përfshirë dritrat, kishin një rrezik të dukshëm më të ulët të vdekjeve. Për më tepër, një studim tjetër i botuar në Nutrition zbuloi se njerëzit që kishin konsumuar 100 gram tërshër në ditë treguan një rënje të kolesterolit të keq dhe perimetrit të belit. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.